Mirëmbrëma të gjithëve të nderuar miq, mirë se erdhët në Repolitics. Në mbrëmjen e sotme do të ndahemi në fakt në dy tema. Në pjesën e parë do të diskutojmë për atë çfarë është duke ndodhur tani në Partinë Demokratike, ku po zgjidhen drejtuesit e rinj të kësaj partie, pasi është rikonfirmuar Berisha një garë të vetëm dhe është zgjedhur dhe kryesia e Partisë Demokratike. Tani Këshilli ka votuar dhe në këtë çast që po flasim ka përfunduar dhe procesi i votimit për sekretarin e përgjithshëm, për sekretarët e kësaj partie, si dhe për antarët e kryesisë. Ka disa përballje interesante, po gjithsesi ajo çfarë ka dominuar pasditën e sotme ka qenë dhe një debat apo sherr i një antare të Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, pikërisht Iliriana Kuçana, e cila ka kërkuar që të lexohet rezoluta e saj e paraqitur në Këshillin Kombëtar, gjë që nuk është lejuar, dhe në një nga pikat e rezolutës flitej dhe për fenomenin që sipas saj është mulizimi i Partisë Demokratike, pra çdo emrim, çdo pozicion duhet kaloj nga zyra e Flamur Nokës. Kjo ka qenë pak a shumë thelbi i deklaratës së saj. Ndërkohë, në pjesën e dytë, pasi të trajtojmë pikërisht çfarë po ndodh në Partinë Demokratike, në pjesën e dytë do të flasim për atë përballje shumë interesante që ka patur sot Braho, kreu i SPAK-ut, me deputetët, me politikën në një farë mënyre, ku e ka përfunduar në fjalën e tij apo qendrimin e tij me tokë fjalshin që asnjë nuk është imun përpara SPAK-ut. Gjithsesi, këtë në pjesën e dytë. Në pjesën e parë, siç thash, do të merremi me Partinë Demokratike, pa humbur kohë dhe pa prezantuar ende të ftuarit. Unë shkoj në selinë e Partisë Demokratike me Daniela Malokun për të marrë vesh informacion më të fundit. Mirëmbrëma, Daniela. Denis, mirëmbrëma. Atëherë, siç unë edhe thash, po besoj është informacioni yt, ka përfunduar votimi i antarëve të Këshillit Kombëtar dhe pritet të nisë numërimi apo jo? Ka përfunduar në fakt procesi i votimit nga të gjithë antarët e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike për postet drejtuese në selinë blu, teksa për pak minuta në fakt do të ketë një pushim dhe rreth orës 9:30 minuta pritet që të nisë edhe procesi i numërimit të votave. Edhe pse duhet theksuar Denis që edhe këtu në selinë e Partisë Demokratike ka patur një diskutim për orarin e numërimit, pasi siç dihet është një ndeshje nga ana tjetër po themi një ndeshje futbolli që shihet me kërshëri edhe nga tifozët që janë edhe politikanë, kështu që ka patur një diskutim, por gjithsesi është lënë që rreth orës 9:30 minuta të nisë edhe procesi i numërimit të votave, në një proces që në fakt duket se është surprizë për disa poste, por për postet kryesore dhe për më të besuarit e Sali Berishës, emrat nuk kanë qenë surprizë, sepse sikurse kemi raportuar përgjatë ditës në rolin për postin e sekretarit përgjithshëm për numrin 2 të partisë, personin më të rëndësishëm parti pas Sali Berishës, kandidon Flamur Noka dhe përballë tij Sajmir Korreshi. Megjithatë, figura e zotit Korreshi, edhe pse është një figurë e mirënjohur në Partinë Demokratike, pra pa dashur për të paraqykuar figurën e zotit Korreshi si deputet, nuk shihet si favorite, kjo për shkak se zoti Noka e mban aktualisht postin e sekretarit përgjithshëm dhe nga ana tjetër vet Korreshi ka pohuar se vetëm gjatë ditës së sotme e ka marrë vendimin dhe ka mësuar vendimarrjen se do të jetë një nga kandidatët për sekretarin e përgjithshëm. Ndërsa ajo që mund të konsiderohet gara më e fortë është në fakt për nënkryetarët. Si nënkryetar, 2 tashmë dihen, është zoti Bardhi dhe Agron Xhekmarkaj që e mbajnë automatikisht postin e nënkryetarit sepse ata kanë pozicione të Partisë Demokratike në kuvend, pra si kryetari i grupit dhe si nënkryetari i kuvendit. Në statutin e PD-s është e sankcionuar që këta 2 emra, pra emrat që kanë postin e kryetarit të grupit dhe të nënkryetarit të kuvendit janë automatikisht nënkryetar, kështu që Bardhi dhe zoti Xhekmarkaj nuk ndryshojnë, por gara është për 3 emrat e tjerë të nënkryetarëve, pasi tashmë do të kemi 5 nënkryetarë në Partinë Demokratike. Gara më e fortë është ajo mes nënkryetarit aktual Luciano Boçit dhe Belind Kolliçit, një i ri i ardhur nga Forumi Rinor, më tej i bërë deputet, por që gëzon mbështetjen qoftë të rinisë demokrate, por qoftë edhe të strukturave të tjera politike të Partisë Demokratike ndaj
kjo mund të konsiderohet si përballja më e fortë mes emrave që janë sot në garë, ndërsa po ashtu për nënkryetar nga radhët e të rinjve kandidojnë Jonathan Pano dhe Nikola Kedhi, ndërsa nga gratë, por që i përkasin, po themi diasporës, janë Besa Manaj dhe Erisa Bayaziti, ardhur nga Brukseli, në fakt, sepse jeton në Bruksel, pikërisht për garën e brendshme të Partisë Demokratike. Sigurisht që sot zgjidhen edhe ata që do drejtojnë sekretariatet, por më i rëndësishme me sekretariateve është ai organizativ që tashmë nuk do drejtohet më nga Ervin Minarolli, por ose nga Kleviz Balliu ose nga Agron Loka. Këto janë dy kandidatët në garë, që gjithsesi edhe këtu kemi, po themi, një detaj, sepse vetëm gjatë ditës së sotme zoti Balliu është njohur me faktin që do të kandidonte për këtë post, pasi më herët, sipas asaj që edhe ka mësuar përmes antarëve të Këshillit Kombëtar, ai ka lobuar për nënkryetar tek antarët e Këshillit Kombëtar, pra ka qenë në dijenit fakti që do të kandidonte si nënkryetar dhe jo për postin e sekretarit organizativ. Po ashtu gjatë ditës së sotme zgjidhen edhe antarët e Komisionit Apelimit, por sikurse theksuam, më të rëndësishmet për shkak të funksionit politik është sekretari i përgjithshëm dhe nënkryetarët. Daniela, një pyetje që ka të bëjmë më tepër me atë që mund presim edhe gjatë kohës së këtij emisioni, pra duke qenë se fillon numërimi në orën 9:30, për cilin, le themi, pozicion nis numërimi fillimisht, për sekretarin apo edhe për nënkryetaret, në mënyrë që të kemi ndonjë rezultat gjatë këtij emisioni? Do ta shohim në fakt në vijim, janë dy fletë votimi, sipas ndarjes është ajo për nënkryetarët dhe Komisionin e Apelimit dhe mëtej sekretari i përgjithshëm dhe sekretariatet e tjera. Do të mbetet për të parë mënyra se si do të numëroj komisioni zgjedhor i ngritur në Partinë Demokratike, pra nëse do të vijoj fillimisht me sekretarin e përgjithshëm dhe mëtej me sekretariatet, apo në rast se do të jetë një numërim në blok, pra edhe për sekretarin e përgjithshëm edhe për sekretariatet, në mënyrë që edhe rezultati më pas të dalë në të njëjtën kohë. Do të mbetet për të parë se si do të operojnë, po themi treshësia që bën edhe numërimin, ndërsa jemi në pritje vetëm të rezultatit në një kohë kur, sikurse e theksove edhe ti Denis në nisje të këtij raportimi, ka patur edhe zëra që e kanë kritikuar procesin gjatë mbledhjes së Këshillit Kombëtar, siç është Iliriana Kuçana, që ka folur mbi një fenomen në Partinë Demokratike, sipas saj fenomeni i mulizimit, që do të thotë se i është besuar sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike zotit Noka, çdo pozicion politik fillimisht duhet ketë miratimin e tij e mëtej të marrë dhe të dakordsinë e strukturave tjera drejtuese të Partisë Demokratike. Është një akuzë që e hodhi Iliriana Kuçana, edhe pse do të mbetet për të parë se sa do të mbështetet kjo akuzë e Kuçanës, sepse në rast se demokratët e Këshillit Kombëtar kanë votuar masivisht, po themi, për zotin Noka, do të thotë që nuk janë në të njëjtën mendje me Iliriana Kuçanën, por do të mbetet për të parë nga rezultati edhe i votimit të mbrëmjes sotme. Mirë, të falenderoj Daniela, besoj mund të lidhemi nëse do kemi ndonjë rezultat sërish për të kuptuar se si ka shkuar dhe trendi i votës. Faleminderit Daniela Maloku nga Selia e Partisë Demokratike. Rikthehem në studio menjëherë me prezantimin e panelistëve. Jam munduar të bëj një mix mes njerëzve që njohin shumë mirë Partinë Demokratike, por edhe që njohin shumë mirë edhe drejtsinë, për shkak edhe të temës së dytë, ku do të flasim për atë mesazh që ka dhënë sot Klodian Brau përballë politikës. Asnjë nuk është imun përpara drejtësisë. Nis së pari me zotin Altin Kaziaj, mi mbrëmje se erdhe, avokat pranë opozitës, kënaqësi që të kam në Repolitiks, është zoti Rezar Kthupi, avokat, mi mbrëmje se erdhe. Zoti Kthupi po i njohës mjaft i mirë i Partisë Demokratike, dikur pjesë e saj, por sot e shef me shumë, si thuash, me shumë, më gjej një epitet. Pas e do emocioni. Pas një emocion. Nuk ka asgjë aty që të të emocionojmë. Edhe sot. Po fare. Mirë, gjithashtu kam të ftuar Ibsen Elezi, i cili ka qenë një nga kryetarët e Partisë Demokratike në Kukës, mi mbrëmje se erdhe, Ibsen. Dhe avokati Alban Duraj, mi mbrëmje se erdhe. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Duraj, kënaqësi që të kam në studio. Ndërkohë, shohim edhe një herë tabelat për cilat foli dhe kolegja Maloku, janë kandidatët për nënkryetar të Partisë Demokratike. Ajo çfarë, jo, të lutem, mbaj këtë tabelë që kemi një herë, pastaj do të shkojmë tek sekretarët, por ajo çfarë është interesante,
dhe duket sikur përballjen e ka bërë Sali Berisha me dorë, pasi Belind Këlliçi do të ndeshet me Luciano Boçin. Është pak a shumë, meqense jemi në atë që është atmosfera e futbollit, kemi një votim me eliminim apo jo, kthupi ku Belind Këlliçi ose Luciano Boçi do duhet të eliminojnë njëri tjetrin për nënkryetarin e Partisë Demokratike. Jonathan Pano, edhe pse emri i tij, se po e diskutoni pak më parë me miqtë e panelit, është Jonathan Pano në shqip, por me sa duket jemi në risin e politikanëve që edhe emri do duhet ta shkruajnë në gjuhë të huaj, pavarësisht se janë politikanë, dhe kjo për një parti të rëndësishme si Partia Demokratike mund të jetë një problem, por megjithatë nuk duhet ndalemi shumë te ky fakt sot. Jonathan Pano përballë Nikola Kedhit dhe Besa Manaj përballë Erisa Bajazitit. Pra, këtu do të kemi 3 kandidat dhe 3 fitues për nënkryetarin e Partisë Demokratike. Ndërkohë, 2 nënkryetarët e emëruar nga statuti janë Agron Gjekmarkaj si nënkryetari i parlamentit dhe Gazmend Bardhi si kryetari i grupit demokrat në parlament sërish. Kthupi, ta nis me ju, meqense, siç thashë, e njeh mirë Partinë Demokratike, çfarë ka bërë Berisha në këtë rast, që i ka vënë përballë njëri tjetrit, se për shembull unë mund ta kuptoja, janë 6 kandidat dhe kush merr 3 të votuarit më shumë mund të ishin, le të themi, nënkryetarët e Partisë Demokratike. Por unë kur pash listën e publikuar për votim, ishte e qëllim që këtu kemi 3 përballje, Belind Këlliçi me Luciano Boçi. Një prej tyre do duhet të mos jetë pjesë e kupolës së rëndësishme. Berisha ka bërë Berishën. Nuk ka ndryshuar asgjë. Ky është Berisha, dhe këto janë skemat që Berisha bën gjithmonë. Po, në pres pak kthupi, meqense përmendë doktorin, le ta ndjekim pak një konferencë shtypi në këto çaste live. Më kryesore të kuvendit që ishte ripërtritja. Është gati Partia Demokratike për të qenë fituese në zgjedhja ashme me këtë ekip që po votohet sot? Me këtë sot ajo ka një ekip që nuk e ka patur kurrë më parë. Të garantoj që një ekip si ky në kompetencë dhe eksperiencë në formim është ekipi më e pror i kësaj partie në të gjitha kohrat. Dhe këte ju mund të mirni të shqyrtoni me radhë. Në këte ekip që ju keni sot para, ka personalitete të cilat kanë publikime në nivelet më të larta botërore. Ka prej tyre personalitete me eksperiencë të madhe në fushën e tyre, në fushën politike, pra unë them se asnjëherë në histori një ekip si ky nuk ka patur. Ka një përfaqësim më të madh se asnjëherë të trive, dhe kjo është direktiva e kuvendit, ka një përfaqësim të zonjave, ka pra një proporcionim të shkëlqyer të gjitha sensitiviteteve, të gjitha potencialeve të kësaj partie. Berisha ka pasur zëra kritik edhe brenda Partisë Demokratike që ky proces ripërtëritje ndoshta nuk është bërë plot në të gjitha shkallët, pra ka shkuar deri tek niveli i sekretariatit apo edhe tek nënkryetarit, por ku ka shkuar, po themi për shembull tek niveli i sekretarit përgjithshëm, aty është stopuar ndoshta. Nuk është, këto zëra janë normale, çdo njeri ka drejt të shpreh mendimin e tij. Por siç e shihni, ne votojmë me 2 kandidatura, votojmë fshehtas dhe njëherë them që kandidaturat e paraqitura para Këshillit Kombëtar janë kandidaturat më do të thosha të pakrahasueshme në kualitetet e tyre me të zgjedhurit e mëparshëm. Do vijoj proces edhe me drejtuesit politik? Urdhroni? Do vijoj ky proces edhe me drejtuesit politik të qarqeve, apo nuk do ndryshojnë?
Tani, ky është një proces i vazhdueshëm, por gjithçka do jetë doradorës, gjithçka do bëhet, ndryshimet që do dalin nga, sepse ne do presim rezultatet e votimit. Por them dhe njëherë se ka një ripërtritje të thellë të gjithë udhëheqjes drejtuese të Partisë Demokratike të paprecedent. Edhe një pyetje tjetër, zoti Berisha. Po. Ka nga ata që krahasojnë sjelljen tuaj në mbledhjet e Këshillit Kombëtar kur prezantoni kandidaturat për sekretariatin me atë që bën Edi Rama kur i njofton ministrat aty në sallë se do jenë ministra. Edhe e krahasojnë këtë me njoftimin që ju bëni kandidat. Jo, e kanë marrë përpara vesh. Sa orë përpara, zot Berisha? Tani, sa orë përpara... Se ka kandidat që edhe në habit kur kanë dëgjuar emrin. Jo, absolutisht, unë nuk di këtë. Kanë dëshmi të tyre. Tani, një minut. Tani them unë. Si herën e kaluar, si këtë herë? Një minut, po. Ka një moment, do t'ja them haptas. Për zvoglimin, se s'ka asgjë, asnjë arsye tjetër, po për zvoglimin në maksimum në mundshëm të lobimit, që nuk e përjashton dot kurrë, por mbahet një rezervë, se për mua, unë mund t'ja u kisha dhënë ju që në mëngjes. Ato dhe s'kisha asnjë lloj, por problemi i lobimit nuk është një problem shqetësues. Jeni kundër lobimit brenda në parti? Jam kundër, por nuk e ndalon dot me asgjë. Të them atë që është, sepse një gjë normale ajo nuk mund të them. Kështu që e vetmja gjë, në qoftë se ka mbetur ndonjëri që ka marrë vesh në sallë, kjo është habi, sepse ata që kur i kanë marrë nga unë, ka patur një porosi të prerë që të njoftohen që të gjithë paraprakisht. Mund të ketë met në një tektuk për një arsye s'ka kap telefonin. Si janë aq tektuk, po? Jo, tektuk janë ata. Po për pjesën e asaj çfarë ndodhi ditën e sotme, ju keni thënë që prisni kritika, jeni demokratik, liberal në drejtimin e partisë. Plotësisht. Por sot 20 kundër nuk e la të fliste. Jo, e ke gabim. E lash të flasi, pa diskutim. Dhe nuk i mohohet as kërkujt. Vetëm një gjë. Se pati akuzat forta më pas kur dolin nga ajo sallë. Nëse tani ajo është i lirë, çdo njeri të shpreh mendimin. Po ka një moment. Unë ja thash, edhe asaj dhe çdo antar i Këshillit Kombëtar, në përputhje me statutin do të gëzoj çdo të drejtë. Do të paraqes rezolut. Paraqite vetëm se rezoluta në statut është e përcaktuar si paraqitet një rezolut. Apo jo? Do të jenë një caktuar antarësh ta propozojnë. Ja, duan këto. Prandaj, asnjë gjë, edhe domethënë në rastin konkret, unë i kam kthyer një përgjigje sot paradite Ilirianës për kërkesën e saj. Tani, nëse bëjmë që jashtë statutit, atë nuk është kompetencë ime, siguroj. Detyra ime është të mos i mohoj asnjë të drejtë, asnjë njeriu në përputhje me atë statut që e kemi miratuar bashkërisht. Kjo është, nuk ka asnjë gjë tjetër. Faleminderit. Mirë. Ju do ta gdhini sot këtu të prisni rezultatin? Urdhoni? Se do ndjekin transparencë. Po që rezultati kështu kokë me kokë do presim. Jo, rezultati vetëm një gjë. Rezultatin kjo parti e nxjerr para kamerave. Këtë ka kjo. Kjo ka. Jo, atë jo, ajo është sekret. Por kjo është e vetmja forcë politike që votën e paraqet para jush. Po, e bëjmë këtë. Ne bëjmë absolutisht. Jo te referendumi kryetarit nuk ishim. Urdhë? Te referendumi kryetarit nuk ishte kaq transparente. Po, te referendumi kryetarit intereson gjithë Shqipërinë, ajo ndryshe apo jo. Megjithatë, a e pe apo jo dolën mbi 1000 sa kundër kryetarit? Po dolën. Jo, pra, nuk ishte bile nga 1500 duket apo, edhe i përshtet. I përshtet, po edhe më shumë. Ato janë nuk ka as lloj, por votat tona tregohen. Kurse ai tjetri
që nga 2009 ma gjerë sot ka ekzekutur votën. Kanë statutin, partia fituese nuk Jo, nuk ka. Aty s'votohet për asgjë, atër jo, nuk ka në botë kështu, ti si sigur. Statut, ajo është parti komuniste. Por, ama do dish, edhe partia, edhe kjo parti, kur ishte parti e punës, votonte. Votonte, natyrisht, si mas përcaktimeve, ata e emronin sekretarin e parë, e emronte Enver Hoxha dhe byroja politike, por mblidhe e aktive dhe votonin formalisht, por votonin. Kurse këtu nuk ka sekretari parë dhe Enver Hoxha i tyre nuk e qërë fare për votim, e emronë ti e këtu thot në ska. Kjo s'ka gjë me antidemokrati. Mirë, kjo ishte paka shumë deklarata e Berishës që si gjithnjë e cilëson procesin në partinë e tij me mjaft sukses pa problematika dhe pse aty pati një problem me një antare të këshillit që ne do t'i kthejmë më vonë. Megjithatë, Kthubi, kthehemi te gara që ka bërë doktori për nënkryetaret e tij. Pra, këtë përplasje Këlliçi Boçi, Pano Kedhi dhe Manaj Bajaziti, si e gjykoni? Se më pëlqen shumë ti me këto termat semantik që zgjedh. Gara. Ku gara? Përplasje thash, më keq se gara. Ku gara? Përplasje Gara. Dëgjoj. Kjo partia që bën këtë garën, që thua ti, është një parti që ka ca kohë që i thot qeverisë, një nga propozimet që ka për kodin zgjedhor, është që në proceset elektorale të ketë një qeveri tranzitore, që mos ndikojnë proces. Tash, nëse ti pretendon të krijosh një sistem të tillë, ku kërkon një qeveri tranzitore që mos ketë punë procesit zgjedhjeve, është mirë, është demokratike kjo gjë. Absolutisht, asnjë gjë kundër. Patjetër. Implementoj ke vetja përpara. Fillon një proces zgjedhor dhe thuaj një muaj përpara datës zgjedhjeve, Flamuri nuk do të jetë sekretar përgjithshëm, nuk do ushtroj funksionin. Saliu nuk do të jetë kryetar partie, gjithë ta që kanë funksione dhe që pretendojnë të rikandidojnë, nuk mund të vazhdojnë të ushtrojnë funksionin. Dhe është periudhë zgjedhore, partia drejtohet nga një grup që është grupi që drejton procesin elektoral, ai e ka organizimin e partisë në atë kohë. Teknik dhe tranzitor. Gjithë hyn dhe bëjnë fushat. Se tash i tha parti politike ku nuk bëhet fushat. Quhet lobim ai pastaj. Quhet lobim, okej. Se më thënë Berisha ka këtë aftësinë të prodhoj terma si mas interesi që ka për momentin. Të bësh fushat brenda partisë është lobim, nuk lejohet të bësh fushat. Por të kesh karrierë politike pa bë fushat, do të thonë një person që nuk është të bëj fushat brenda partisë, si do dalit të bëj fushat jashtë. Se kjo është pyetja. Unë nëse nuk garoj brenda partisë time, si do të garoj me kundërshtar. Cila ishte fushata e Këlliçit dhe Boçit me njëri tjetrin? Nuk patëm asnjë fushatë. Doli Berisha sot dhe recitoi emrat. Askush nuk e dinte që këto emra do kandidonin, përveç Flamurit që e dinte kuptohet, se Flamuri është Flamuri. Po, regjia më vendos pak edhe tabelën e sekretarëve, po. Partia ka çdo parti ka 3 element. Godinën, Flamurin edhe generalin. Generali është Berisha, Flamuri është Flamuri, Godina është Godina. Këto pjesa tjetër janë Në garë mes Flamur Nokës dhe Sajmir Koreshit nuk shef... Fiton Sajmiri është sigurt fare. Absolutisht është sigurt që fiton Sajmiri dhe fiton me vot plebiscitare. Ndërkohë, unë nuk i kam vënd të gjithë sekretarët se mu duken pak të egzageruar, nuk e kuptoj një parti politike si mund të ketë 10 apo 15 sekretarë, megjithatë kam vendosur 5 sekretarë të rëndësishëm, sekretarë për organizimin ose sekretari organizativ Etion Kapedani, Klevis Balliu, sekretar për burimet njerëzore Andi Mustafaj, Mario Runa, sekretar për çështje ligjore dhe zgjedhore Arlin Ahnetaj dhe Marash Logu, sekretar për marrëdhënie me publikun për shkak të medias e ka vendosur këtë le të themi këtë garë Denisa Kele dhe Viola Kapedani. Kjo është betejë në Partinë Demokratike, votat janë mbyllur, do të shohim se si do të shkojë. Megjithatë, zoti Gaziej, çfarë ju shikoni në këtë garë? Është le të themi show i radhës i Berishës apo është një tentativë për të ripërtërir partinë, si thot Berisha? Shikoj, interesi më i lartë i Partisë Demokratike si forca më e madhe e opozitës në vend duhet jetë ai i bërjes së gjërave në interes jo vetëm të Partisë Demokratike dhe jo në interesa meskine të aty për atyshme, po në interesa kombëtare. Ne flasim që jemi në mandatin e 4 të një qeverie që keq qeveris këtë vend, deri diku edhe për jo merita ose faje të opozitës. Pra, opozita në një zgjedhje, një proces zgjedhor të brendshëm, do duhet të tregoj seriozitet në emra, transparencë, duhet të kërkuar transparencë nga qeveria, do duhet të bësh transparencë dhe vetë. Do duhet të ketë pak të themi dhe logjik
në përputhshmëri të dy kandidatëve që garojnë me njëri tjetrin, pavarësisht se mund të jenë të emëruar ose mund të jenë vetë ata që kanë shprehur vullnetin për të garuar në atë pozicion të caktuar, po ti marrësh emrat një nga një, pjesën më të madhe të tyre e njohim, dhe duke filluar që nga sekretari i përgjithshëm, pavarësisht mirësisë së zotit Koreshi dhe atë që është politika dhe sarkazma e tij politike të bërë, domethënë dhe të thënurit të gjërave edhe nëpërmjet sarkazmës, po të vërtetave, që shpeshherë zoti Koreshi i thot në parlament, po? Në influencë politike brenda partisë nuk mund të jetë në barazpesh me zotin Noka, besoj unë paktën. Në qartë. Pra, ky është një element që nuk ju vë të dyshoj se nuk kemi garë reale. Po ky është një element deri diku që do doja të vërtetoja e kundërta. Do jemi të gjithë dëshmitarë që do shohim që çfarë do vërtetohet. Unë do doja shumë mos ta paragjykoj dhe të vërtetoja e kundërta. Dhe ky proces i brendshëm i quajtur, jashtë të quajtur ripërtëritje, të duhet të jetë transparenca e madhe për të shkuar drejt interesit kombëtar, siç është ai i qeverisjes së këtij vendi, duke dhënë shembullin e një qeverisje të mirë të partisë dhe më vonë një qeverisje të mirë të vendit. Edhe në kushtet aktuale që ndodhemi në ditën, nëse zgaboj, ditën e 44 të protestave. 45 ka qenë dje 46. 46 të protestave, do themi që protestat të cilat nuk cënojnë vetëm interesin e atyre që dalin, domethënë interesin e qytetarëve që protestojnë për një qeverisje të mirë, po qytetarët kërkojnë dhe një opozitë të mirë ose diçka të ndryshuar nga ajo që ka qenë të themi politika e vjetër. Kështu që unë do doja të shikoja edhe pak fletat e votimit se si ishin të strukturuara nga ana formale e tyre për të parë pak se si votohej, nuk e di e keni ju një kopje apo jo. Po, mund ta jap një kopje, por nuk e kishim këtu, por është e përcaktuar qartë do votosh një emër, pra garat janë specifike. Duhet të jetë çdo gjë, duhet të jetë në përputhje. Apo jo, a është si në vitin 2013 ku çdo zgjedhës kanë pasur edhe numër? Pra, Denis Minga kishte fjalavija numri 1. Kishte edhe këtë, okej, duhet ta gjej si flet votimi, po se është e rëndësishme dhe ky proces në vetvete se tregon shumë tregues. Unë dhe kolegu klubi masë mundohem me kolegen dhe mbrojtës ligjor të themi të partive të caktuara në KQZ dhe e dim që fleta ka interesin dhe ka atë jo vetëm pjesën anës formale të vet, po ka atë anës substanciale të votimit në vetvete. Ka element të formës dhe përmbajtjes të cilat do të jenë në interes të vetë procesit të votimit dhe në vetë numërimit të tyre. Duke qenë se numërimi do shpallet i vlefshëm apo i pavlefshëm i kandidatëve të caktuar, lidhur me rregulla të mirë përcaktuara se si mund të quhet një fletë e vlefshme apo e pavlefshme. Dhe këto gjëra do të ishin të bërë publike, se ne të themi që nuk bëjmë pjesë në strukturat drejtuese të partisë dhe nuk jemi njohës të mirë të asaj që është të atyre që janë rregullat e brendshme të shkruara të partisë që kanë të bëjnë me statutin rregullore apo të gjitha aktet e brendshme administrative të një partie politike, nuk e dim se si votohet, si quhet e pavlefshme, si quhet e vlefshme dhe duhet të ishte publiciteti i bërë nga partia dhe nga vetë ata që janë garuesit për pozicionet e caktuara. Në mënyrë që të shpalosnin platformat e tyre lidhur me pozicionet për cilin janë angazhuar të marrin mbi supe. Këto nuk janë vetëm pozicione honorifike, janë pozicione të rëndësishme për të cilat një person që kandidon do duhet të shkojë dhe në një largpamësi të madhe, duke shkuar dhe në atë që do jetë një nesërme e ardhshme e tij në një qeverisje të vendit, apo jo? Okej, unë i kam fletën pas publicitetit, do të kemi mundësi, mund t'i shohësh dhe fletë e votimit. Megjithatë, një opinion Elezi për sa i përket emrave dhe garës, ka garë reale apo është show i radhës i Berishës? Jo, këtu po flasim për çështjet një procesi zgjedhor dhe një proces zgjedhor. Momentin që ti përball vetëm me emra, aq më keq kur për shembull Koreshi thotë nuk e dija që kandidoj. Kjo është e turpshëm për të ngjuar një. Kjo është dhunuese. Kur e ka thënë, nuk e ka thënë? Kur një Koreshi e tjetër, disa e kanë thënë që se kemi ditë që do jemi garë. Tash kjo është e turpshme të ngjohet një. Pas 36 vjetëve demokracisë. Ndoshta kanë vendosur Koreshin që të jetë ai sekretari. Jo, nuk i kanë pyet fare, i kanë vuar aty se nuk ndodh për ato që e njohin organizimin partinë gara, nuk ndodh kështu dyshe. Gara mund ndodh edhe 4 vjet mund pretendojnë, sepse gara ndodh me vullnet lirë të personit. Mirë, po fakti që ja kanë vendosur pa ja marr mendimin tregon që jo pa ja marr mendimin. Ndoshta ai ka aplikuar për atë, ka kërkuar kandidimin. Po ka që thënë ishte kandidat apo jo. Domethënë ata kanë shprehur interesin për të kandiduar. Atë rri linjës unë dalim luajm futboll në Kargjë. Jo, vazhdo të linja.
Në qëfë se dalim lujnë futbol ka Argentina, gjuhe topin anet, lutëm mos ma largo topin anet. Qa do të thotë që në momentin që duhet ketë garë për një pozicion të caktuar për sekretarin e përgjithshëm. Sidomos për sekretarin e përgjithshëm vendosen një sër kriteresh para prake që duhet jenë në rregullore se nuk ma do mendja që përcaktohen në statut, po edhe statutore mund të jenë. Këto rregulla nuk ka, nuk ekzistojnë. Quhen disa rregulla që ndërtojnë themelet e institucionit karrierës, se si mund bësh karrierë me na partisë, nuk ekzistojnë. Në 2018 është bërë një debat i madh për të futur rregulla të tillë që të ndërtohet një themel i institucionit karrierës, nuk e ka marrë konsiderat. Nuk i intereson kujt kjo, sepse në momentin që vendosen këto rregulla, pastaj dihen kush do jenë edhe kandidatët. Nuk është Koreshi me Flamurin, Koreshi s'ka lidhje për sekretari i përgjithshëm tash. Që mos ja mysim kot. Do të jetë më lart, po është figurë interesante. Do të jetë më lart. Jo, një sekundë, të lutem. Ta bëjmë debat tani. Ai me drejt dhe unë e shoh si figurë publike. Ky do ka me bë kopallë. Ai ka mbaruar jashtë, pra vjen nga Italia, ka avokat, ka qenë drejtues, ka dhënë për se mund të jetë zoti Koreshi. Tu thirr një njerëz që i ka hyrë statutit. I njeh, po, dakor. Pse s'mund të jetë Koreshi? Një njerëz që i ka hyrë statutit në themel. Po, pra, pse s'mund të jetë Koreshi kandidat për sekretar përgjithshëm? Ose se duhet kesh pas pozicion, lutem, duhet kesh pas pozicione për sekretar të përgjithshëm, pozicione sepse e kemë në dorë organizimin statutor dhe funksional gjithë partisë. Dhe duhet patjetër që të kesh pas një përvojë goxha të madhe në pozicione drejtuese të asaj partie. Po pse e ka statuti këtë? Duhet të jetë më burr po them. Duhet të jetë statut. Po të them që duhet të jetë burr. Ata janë bërë kryeministra pa pasur fare asgjë. 27 vjeç janë bërë kryeministra. Ti zotri me këtë standard, me këtë nivel ti mund ta marrësh fjalën edhe fol, po me këtë nivel mos më ndërhyj me ngatru bisedë. Sa nivel, po ti e përcakton nivelin tim. Jo më po të përcaktoj nivelin statutor. Ka sa Imir Koreshi, është ai deputeti i madh tim. Interesant. Njëri që ka përfaqësuar interesat. Ti mund të jesh Ibsen, të lutem. Ti mund të jesh biseda. Merre me qetësi. Po mos bëjmë të riprishëm. Të lutem, Ibsen, merr mua ta drejtoj. Ibsen, të lutem, po të bën një pyetje shumë të thjeshtë. Po të thotë pse s'duhet të jetë Koreshi? Koreshi nuk mund të jetë për shkak sepse nuk ka pas pozicione drejtuese, se sekretari i përgjithshëm është specifik. Është shumë i rëndësishëm dhe duhet të ketë karrierë përvojë në drejtim të strukturave të rëndësishme të partisë deri kur të mrish sekretar. Bile ka edhe më shumë kritere se vetë kryetari i partisë. Okej. Dhe kjo është arsyeja, po ti hysh ta analizosh në themel ose sekretari organizativ. Nuk mund të jetë do kushdo sekretari organizativ, por persona që kanë dhënë prova dhe e kanë ndërtuar një farë karrierë në. Ashtu siç mund të ketë kritere edhe për këto sekretaret e tjera, po këto dyja po ti marrun njëherë si fillim. Dhe po të them që në rastin konkret, ai në momentin që ti ke nxjerr vetëm këto dy emra dhe Koreshi ti ke thënë që do jesh aty, sepse Koreshi ndoshta se ka siç është Koreshi, se ka pas fare, kjo nuk përbën sens logjik më. Sepse thirrën njerëzit, vendosen kritere dhe kandidojnë 4 vetë për sekretari i përgjithshëm dhe futen garë të katërt, nuk ka kokë në kokë kështu garë. Nuk përbën sens kjo gara kokë në kokë. Se mund të jemi ne me vullnet lirë pretendojmë 4 vetë dhe na thuhet, ju 4 vetë do të plotësoni këto lloj kriteresh dhe duhet jenë mirë përcaktuara përpara, para se të filloj gara, para se të filloj procesi. Nëse këto janë mirë përcaktuara, pastaj vendos Muli, Albana Vokshi këto. Si dush, pastaj nuk merr kuptim gara. E dyta është pikpamjet që ata kanë, koncepti që ata kanë për pozicionin që do mbulojnë. Pra, ne nuk kemi një garë thjesht kukullash aty. Po kemi garë, për shembull Sajmir Koreshi, duhet ketë një ide, ai s'mund ta ketë iden, jo se kam gjë me Sajmirin, se mund të jetë shumë i zoti për gjëra të tjera. Unë si deputet e pëlqej Sajmir Koreshin 100 herë më shumë se sa të tjerë. Të paktën e ka regionalitetin e vet, nuk e kam për ta ofenduar Sajmir Koreshin. E qartë, por duhet të kishte një karrierë politike. E futi i dha kështu negativitet kot kësaj çështje. Pra, duhet të them që në momentin që këto persona nuk garojnë për ide, këto garë quhen gara fallës, gara kukullash, gara emrash, që patjetër me një lobim, që Berisha thot nuk ka lobim. Ka lobim, se themeli i garës është lobim. Në Amerikë është institucion lobimi, përcaktohet me rregulla se si ndodh. Dhe është element i rëndësishëm i demokracisë. Ky thot s'duhet ketë lobim. Po mund të ketë surpriza Ibsen? Po çfarë surpriza më burr? Këtë po të vesh këtë dush ti këtu. Atëherë më jep pra kush do zgjidhet. Ora kush do më të fitojë? Jo, tani më jep kush do zgjidhet, sekretari i përgjithshëm. O Denis, janë 5 nën kryetar partie. Nuk ka rëndësi më kush fiton, janë pa vlerë, sepse nuk kanë forcë për të ngretë zërin, sepse nuk vinë si vazhdon një procesi që ju jep zë, ju jep emër, ju jep peshë.
Sekretari Marrëdhënie Publike. Shumë e rëndësishme se si vjen aty. Mirë, dakor, me që flamuri nuk do ta ngacmosh. Po këtu kush gjithet? Klevis Balliu apo kapitan? Ka përdor shprehjen mulizimi i partisë. Kjo që ka përdor mulizimi i partisë. Prit, se kam në pjesën e dytë ato, të lutem. Dakor. Që rastin konkret kur flitet që pozicioni më i rëndësishëm i përcaktuar është dhënë lën Flamur Nokër, sekretari i përgjithshëm, kjo është bërë studiuar, nuk është kështu e rastishme. Sepse Flamuri është në njerëzit më të besnik sa Liberishës. Ka që thjesht, okej. Ta bëjnë skedin për parë. Do ta bësh të japi, se jemi në atmosferë botërore që do ta bësh skedinën edhe për Partinë Demokratike. Alban, këtu qa po ndodhë në PD? Gare vërtet apo shoj doktorit? Do më thënë, sekretari i përgjithshëm unë do doja të fitonte zoti Sajmir Koreshi, ndaj një mendim ndryshe nga zoti Elezi, lidhur me zotin Sajmir Koreshi. Në një kërkim të shpejt, zoti Koreshi ka qenë kryetari i degës Partisë Demokratike Lushnjë, ka mbaruar në La Sapienza në 2007, pastaj ka filluar karrierën duke ushtruar fillimisht... La Sapienza ka mbaruar? Po, në La Sapienza, në 2008 ka qenë pedagog dhe ka vazhduar pedagog dhe avokat në momentin që ka ardhur në Shqipëri, pas ka punuar inspektor i kontrollit teknik ligjor pranë ZRPP Lushnjë, specialist, jurist dhe pastaj drejtues i kësaj i këtij institucioni kaq të rëndësishëm. Syn asnjë nga kriteret. Po pra nuk është mjek, jo, po është mjek. Po asnjë nga këto që përmendën e ti përveç atë kryetari degës që mund të ketë një shkallë për. Po na i thuaj cilat janë kriteret që duhet të plotësoj një kandidat. Vllai hapim se debat tjetër. Fal. Për sekretari i përgjithshëm është debat, them unë, që sekretari i përgjithshëm minimumi duhet të ketë 10 vjet jetë pozicione drejtuese organizative. Po ka qenë ai 10 vjet, që kur ka ardhur në 2008. Pozicione organizative jo. Kryetari 5 vjet pak. Pra po them që duhet vendosur. Ai ka domethënë kryetar, ka nga 2008 dhe në vijim, domethënë është angazhuar në mjet partie. Niste ato skedinën në Albani Pari, kush fiton këtu? Unë këtu do fitoj Flamur Noka. Po sekretar organizativ? Tani ne vim tek kush ka qenë më para, sekretari i përgjithshëm. Meqense tha zoti Elezi, ka qenë Gazmend Bardhi nga 2019. Gazmend Bardhi ai tjetri është shoku zoti Eristani, Rivan Bokse. Po pse këta i kanë plotësuar kriteret? As i kanë plotësuar asnjë. Është parimore. I pse ne është parimore me. Kam thënë orë si e kanë nxjerr këtë në 2018. Rregull, jo, kjo është e vërtet. Publicitet dhe me njerë me skedinën me këthupin kush fiton në postë drejtuese të PD-s, pas pak. Mirë, rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, do t'jemi edhe pak minuta tek Partia Demokratike për të shkuar më pas tek ajo çfarë ndodh te kjo përplasje që ka vite që tashmë ka nisur mes pakut dhe politikës. Por tek gara për Partinë Demokratike më jep një rezultat kthupi shumë shpejt edhe për kuriozitetin e publikut. Sekretari i përgjithshëm këtu? Njësh. Jo, me emra, se njësh nuk e. Flamuri, Klevisi, Andi, Marashi, Denisa. Edhe njerë, pra, se jo vetëm me emër, po edhe me mirë. Flamur Noka zgjedh sekretari i përgjithshëm me votë plebiscitare. Po, Klevis Balliu, sekretar organizativ. Klevis Balliu zgjedh sekretar organizimit. Andi Mustafaj zgjedh sekretar për burimet njerëzore. Po, Marashu për çështjet zgjedhore dhe Denisa Kele për marrëdhënien publike. Okej, të falenderoj. Shkojmë edhe te nënkryetaret. Kush janë 3 nënkryetaret që do zgjidhen? Jonatani edhe Manaj. Luciano Bocci, ju lutem tabela tjetër. Jonatan Pano edhe Besa Manaj. Këto janë 3 emrat që mendon se do të fitojnë. Pra Luciano Bocci, Jonathan Pano dhe Besa Manaj. Mirë, kjo ishte pak a shumë ajo çfarë ka ndodhur me emrin, nuk e di. Ke ndonjë ide për emrat? Dysh. Sinqerisht unë në surprizë si mendon. Nuk dua të shprehem, nuk besoj se ka surpriza. Po. Pak a shumë, mbase te pjesa e çështjeve zgjedhore do shifja pak Arlindin. Marashi është kandidat shumë i fortë, vendi lihet bosh në këtë rast nga Ivi Kaso, i cili ka pasur një eksperiencë shumë të mirë gjatë këtyre viteve, një profesionist i mirë i çështjeve ligjore dhe zgjedhore, po jo më pak janë dhe 2 të rinj të Logu dhe Ahmetaj. Fakti është që nuk dua të shprehem, fitoft më i miri dhe bëf punën më të mirë. Mirë, megjithatë shohim pak ato çfarë ka ndodhur me përplasjet e një prej ndoshta më, le të themi, antarëve më besnike të frymës së Sali Berishës, pikërisht Iliriana Kuçana, e cila sot e ka cilësuar Partinë Demokratike të përfshirë nga fenomeni i mulizimit. Le të ndjekim sinkronon dhe rikthehemi.
Patjetër, po statuti sot ka rendite. Iliriana. Ka një rend dite dhe do të zbatohet fillimisht rendi I ditës dhe këtë përgjigje ju kam dhënë. Një minut. Jo, një minut. Po, jam të flasur të përgjigjem. Paraqitja e rezolutave ka rregullin e vet. Absolutisht do kesh të drejtë të paraqesësh sa herë të duash, po vetëm sipas rregullit. Jo, sipas rregullit, lexoj statutin tani, ti më thua mua. Iliriana, edhe një herë. Fal, një minutë. Sot ka një rendite dhe do vazhdojmë fillimisht me rendin Do e kesh të drejtë, të lutem një minutë. Po jo, po, nuk mund ta shkruajmë statutin këtu ne tani jam. Sot do vazhdojmë fillimisht me rendin e ditës, ju lutem këtë përgjigje ju kam dhënë. Po pra këtë përgjigje ju kam dhënë, dënë mesazh. Iliriana, edhe një herë. Një minut. Mor zotri, një minut. Të lutem. A mund të kthej përgjigje apo jo? Ke komunikuar me mua sot. Po. Të kam kthyer përgjigje, të kam thënë, ndiqe statutin. Urdhë. Shumë dakord, po sipas procedurës, sepse sot është një rendite I përcaktuar. Asgjë nuk ju mohohet. Ky në fakt ka qenë sherri I brendshëm brenda mbledhjes së Këshillit Kombëtar. Menjëherë pas këtij debati, Iliriana Kuçana shprehur pas këtij momenti për sa I përket mulizimit të Partisë Demokratike. Le ta ndjekim dhe këtë moment shumë shkurt dhe rikthehemi në studio. Mulizimi I Partisë Demokratike. Po, mulizimi klanor I Partisë Demokratike. Pra nuk mundet që në Partinë Demokratike, cili do që të bëjë karrierë, do duhet që ta mbështesi Muli. Pra të shkojnë katret, të marrin mbështetjen e Mulit, që të marrësh një pozicion Partinë Demokratike. Kjo është e patolerueshme. Ka ardhur një moment që Partia Demokratike të kthehet në meritokraci, të kthehet në vlerat në të cilat u krijua. Tashmë është momenti që Partia Demokratike të reflektojë. Ndërkohë, mulizmi është një fenomen, nuk e kam emrat. Pra nuk e kam emrat konkret, por më lejoni t'ju them që mulizimi është një fenomen që duhet luftuar. Dhe I ftoj të gjithë demokratët, dhe I ftoj të gjithë anëtarët e Këshillit të Kombëtar të luftojnë pikërisht mulizimin. Dhe të gjithë kandidatët që janë prezantuar dhe janë propozuar nga mulizimi. Duhet të votojmë njerëz të cilët janë të shkëputur nga konjunkturat, janë të shkëputur nga klanet, ku e shikojnë Partinë Demokratike si lopë që ta mjelin. Prandaj ka ardhur momenti që Partia Demokratike të jetë një parti serioze dhe të votojë njerëzit e punës. E nisi me këtë moment dhe këtu Altin do të bëj një shpjegim shumë shkurt. Nuk kemi të bëjmë as me ish njerëz dikur të Bashës, as me ish njerëzit e Saljanit, pra as me ish njerëzit e Alibejt, kemi të bëjmë me zonjën e cila në çdo protestë të Sali Berishës është në krahun e tij të djathtë. Çfarë po ndodh? Mund kemi tjetër çarje të PD-s? Po sinqerisht unë e shoh me rezerva këtë qëndrim të zonjës, ka pas gjithkohon e mjaftueshme për të ngritur koncepte mbi mulizimin e Partisë Demokratike dhe jo në momentin e zgjedhjes dhe një procesi zgjedhor. Lënia në këtë moment të një qëndrimi të mbajtur imponues nga ana e saj në këtë mënyrë përpara mediave dhe përpara të gjithëve më bën që të mendoj që është deri diku e sajuar, e stisur, e paramenduar dhe mbas edhe futur nga të tretë që mund të kenë interesa në prishjen e vetë procesit ose në vetë interesit që mund të ketë opozita shqiptare dhe Partia Demokratike në këtë rast. Zonja, si që thash, nuk e di çfarë kontributi ka në Partinë Demokratike. 3 herë antare e Këshillit Kombëtar, e tha vetë ajo. Kam qenë 3 herë dhe e njoh këtë parti. Ndërkohë, unë mbaj mend para disa vitesh ka qenë antare e Lëvizjes Socialiste për Integrim, megjithatë mund të jetë që mbetet për tu parë. Gjithsesi, domethënë nuk mund të imponohesh një parti politike. Partia politike është një organizat vullnetare, me pjesëmarrje vullnetare.
do të shkosh në atë parti, si pas regullat të vendosur nga ajo parti, shko. Nuk do të shko dhe kundërshto regullat. Por problemi a janë regullat e partisë apo janë regullat e Berishës? Kjo është ndarja. Po kur doli që janë regullat e Berishës, pikërisht në ditën e procesit zgjedhor, ndërkohë që regullat janë bërë dhe... Tani unë nuk e di statutin e PD-s, ndoshta e njeh Kthupi. Zonja do të lexon dhe thjesht një rezolut. Bëhet fjalë për parime, dhe këtu Altini ka shumë drejtë. Ç'është e parimi? Për një arsye shumë thjeshtë. Po. Këto rregullat u aplikuan njësoj dhe kur doli Berisha kandidati vetëm. Eksakt. U aplikuan njësoj edhe kur u votuan antarët e Këshillit Kombëtar. Po këto rregulla aplikuan. U doli lista në fund fare edhe kur u votua për kryesin, u zbatuan po këto rregulla. Kështu që problemi nuk është ke rregullat. Problemi nuk është ke rregullat dhe në atë shernajën aty brenda, ka një fjali shumë të bukur që Berisha e thotë, kemi komunikuar bashkë para dite. Po. Çdo të thotë? S'ka më rregulla, në moment që ti komunikon jo formalisht me kryetarin e partisë për të shprehur shqetësimin tënd, dhe ke shprehur shqetësimin e kryetarit të partisë, mos e ngri më publikisht se nuk ka më vlerë. E ke konsumuar privatisht atë bisedë, dhe nëse kryetari i partisë... Po fenomeni që përmend ka vend apo është thjesht një shfryrje e momentit? Mulizimi. Nuk është fenomen i sotshëm i partisë. Mulizimi është që kur është muli sekretari i përgjithshëm atë punë ka bërë. Dhe çdo sekretar tjetër i përgjithshëm atë parti atë punë ka bërë. S'është e erdhi muli dhe krijoi një fenomen të ri që nuk është. Nuk e ka shpjeguar që është mulizimi që ta kuptojmë edhe në tjetër. Ta pa, çdo është një zhergon kalon nga zyra e flamunokut. Është pasakt pra, nëse ajo është pasakt, sepse nuk kalon në patjetër do kalon nga sekretari i përgjithshëm, problemi është që nuk është flamuri ai që përcakton. Më këta në pa mundësi për të më falë që e ndërpreva Kthupit, në pa mundësi për marrë shkelbin e problemit, pra atyre që shkelin rregullat, shkojnë edhe kapen gjithë e mulit. Ore, ku si mund tjetë muli ka që fortë, si pas tyre që bën gjithë shka. Në që se nuk je po kej Berisha, nesër Berisha, po t'ja heqë spinën ati, ja e fiket. Kështu që flamuri e bën e merë okej ndiku. Tash i problemi është pse shka që do mos dëshë muli aty. Këtë do të dish, do të ndinë. Do të ishte pyetje. Po, do ishte pyetja. Pse Berisha nuk e ishtë dorë nga flamunoka? Ndërthur pastaj edhe interesat që kanë bën jo vetëm me Berishën, po edhe me Xenin, edhe me tjetrin, që kanë influencat forta. Tash e ma Xeni partinë, këta ç'a do bëjnë këto? Këto bëjnë lam këto tjerë. Xeni ma partinë, këto bëjnë lam. Kështu që ka influenca djali Berishës sa dush aty. Unë e kam me raste konkrete, e ka lexuar vetë Sali Berisha, e kam thënë, ne nuk po mund të kalojmë nga partia kunatit te partia djalit. Ja kam ngretur problem që në 2022-shin. Dhe flamuri për atë punë është në atë pozicion kyç. Nuk është në pozicionin kyç dhe ka rëndësi flamuri, se është i zoti flamuri bën çfarë do, asgjë s'bën dot flamuri aty. Po flamuri e ka pozicionin sepse ndërlidh marrëdhëniet mes familjes, mes njerëzve, mes interesave të tjera aty, dhe flamuri ç'a bën? Bën një rol ndërmjes negociuesi aty, nuk është se vetëm flamuri. Megjithatë Ibsen ka lënë shumë të pakënaqur edhe në Ore nuk i turrën dot Berishës, i turrën flamuri. Jo, dakor. Kjo pakënaqësi në një farë mënyrë mund të reflektohet në një çare tjetër të PD-s apo jo? Po sepse ato e kanë marrë vesh që po ti turrësh Berishës, ti thosh pse marr flamurin. Po. Atër do kemë probleme. Si që i fundit heroi, e shpallën heroi Salianin, ku përfundoi Salianin? Po, e qartë. Kështu që ato e kanë mësu këtë punë që duhet i bish mulit. Dhe ti thush shi, i bin mulit dhe i thonë shi, se ky po të merr në qafë ty. Ndërkohë ai Sali Berisha e ka. Ku kanë qenë këta shumë të pakënaqur? Kush kanë qenë? Është shumë absurditet kjo të fillosh edhe sulmosh flamurnokët. Dy u shfaqën sot, ka pasur zëra dhe të tjerë që kanë dalë publikisht, por në Rogoz, ata të pakënaqurit në Rogoz, pa ata nuk janë për parti. Dhe kjo që thotë Ibseni, sikur ka radiografinë më të qartë, është e vërtet, asnjë s'është i pakënaqur me Berishën, po të gjithë e kanë pakënaqësinë me flamurnokët. Si thon dot Berishës, se nuk e di. Të bën përshtypje? Fakti që zonja Iliriana nuk e ka shprehur më parë këtë pakënaqësi, nuk do të thotë që një njeri mund ta shfaq tani, patjetër. Mos ta shfaqë, sepse ajo ndoshta në momentin që ka shprehur një dëshirë për të kandiduar, me sa pash ka qenë kandidate për deputete në zgjedhjet e kaluar në qarkun e Durrësit. Po. Ka qenë antare e Këshillit Kombëtar për disa vite. Besoj që ajo ka qenë në rregull. Fakti që po faktin e teorisë së katit të tretë për të vajtë te muli kur e gjeti, domethënë ditën e procesit zgjedhor. Deri në atë moment, jo duhet të ketë një proces qarus. Mirë, deri në atë moment ajo ka qenë në rregull. Mirë, tash edhe në atë moment mund ta bëj, se do ketë një moment të parë. Ndoshta këtë herë ka shprehur
dëshirën për të kandiduar për një nga këto detyrat të cilat... Po, pa tjetër, mund të qenë aspirate saj për qenë dhe është përjashtuar. Nuk e ka lejuar Muli, kështu që besoj që ky reagim është i guximshëm, aq më tepër që ajo ka qenë gjithmonë i tharë, se ne kemi parë edhe në për emisione televizive, pra për Berishën të vriste. Kam qenë ja 2 herë në emisione dhe desh bravo. Ke shpëtuar në tentativë. Kemi shpëtuar. Por kështu që jo, unë e përmenda, unë e kam parë gjithmonë, unë më bërë në përshtypje në protestat e doktorit, që kanë qenë protestat për mbjetesë politike këto të fundit, ka qenë gjithnjë në krahun e djathtë. Mirë, prapë këta janë tipologjia e njerëzve që duan të marrin protagonizëm tash. Kjo njihet nga shkenca psikologjike si tipologjia e veçantë. E ka diskutuar para dite apo në mëngjes këtë problem, dhe ajo nuk ka gjetur zgjidhje, e ka bërë në mënyrë publike. Kështu që bravo e qoftë që e ka bërë publikisht. Avokat, pse s'doli zonja Kuçana të thoshte se unë kam kandiduar këtu, kam shprehur vullnetin për kandiduar këtu, kam bërë këtë këtu, kam bërë këtë, po doli aty duke thënë që mirë, mbase në platformën na sqaronte pak ne opinionin rezolutën, mbase ka pas të sqaruar. Ajo atë donte të thoshte. Pra të lexonte rezolutën. Ndërkohë na fliste për katën e tretë partisë për takimet me Mulin. Nuk është kjo. Çfarë e shqetësoi atë në një proces votimi? Këtë nuk na tha. Rezolutë do ta shikojmë dhe gjatë nesër besoj edhe në vijim ajo do ta shprehë. Por për sa i përket figurës anës profesionale, ajo ka qenë profesoresh. Pra ka nga viti 2012 është për çështjet ekonomike në Universitetin e Tiranës, pra nga ana profesionale është e pranueshme. Ka të drejtë që kur flet për këtë lloj fenomenin PD, dhe pyetja është, me drejtë e tha Elezi, nuk i bien dot doktorit në përballje, qoftë edhe politike. Jo, ajo doktorin aty e kundërshtoi, po ta shikoni. Ai debati ishte me Berishën. Pra, ishte debat me Berishën dhe ishte debat, domethënë ajo i ka tejkaluar, besoj përpara. Ishte një debat mësor që do ma japësh as do ma japësh. Jo, do ma japësh, po ajo donte aty të shpaloste dhe fakti që dhe interesante i pse do ishte një nga pikat e rezolutës që do lexonte ishte pikërisht mulizimi i partisë. Po ajo do ta lexonte përpara Këshillit. Ne shpresojmë që ta shikojmë nesër çka ka shkruar konkretisht. Ka një diçka që nuk shkon që edhe e prekën parafolësit të kjo. Nuk shkon fakti që duhet ta kishte specifiku. Unë kam dash kandidu dhe më shmohu një drejt. Eksakt. Dhe duke argumentu që unë duhet dhe më shmohu një drejt, bëhet më e kuptueshme situata. Se nëse di më qa do në të bëndë. Është situata në cilën zënja Kuçani ka ndërtu aty dhe është sa ju, jo është, më falë, se nuk e di është sa ju, po është u paraqit, është dëmën pa një thelb. Unë desha të kandidoj mu mohu e drejta, këtu fillon dhe ty të shmohu një drejt themelore që ti të garantohet në statutin e Partisë Demokratike. Kjo është. Se ti plotëson kriteret. Unë besoj që ajo ka qenë pak e mërzitur ose e ka marrë qik nga ana emocionale. E folur me të, ke jeni dhe më thëmë. Jo, po duke marrë natyrën njerëzore, pra marrin vetën sikur të jemi ne kur s'na dëgjohet fjala ose kur... Po, është e vërtet, është një lloj revolte. Ajo një revolt dhe nga ana emocionale është e pranueshme, pra duhet futemi dhe në lëkurën e zonjës Kuçana. Por unë besoj që në qoftë se nuk sqarohen këto probleme lidhur me meritokracinë në Partinë Demokratike, atëherë do ketë shumë antarë të cilët janë vërtet idealistë, kanë dhënë për atë parti, kanë gjatë kësaj kohe në opozitë që kanë qenë besnik të partisë, por edhe qytetarë tjerë cilët janë pa parti, ose le të themi janë tek ata pjesë e qytetarëve që nuk votojnë fare, sepse nuk shikojnë ndonjë inspirim nga figurat përfaqësuese të kësaj partie, do jetë shumë e rrezikshme në zgjedhjet e ardhshme. Okej, mirë. Një parti e cila nuk do të... Për këtë mund të garantojnë... Pyetja e fundit për PD-n dhe besoj do kalojmë te drejtësia, këtupi është në këtë klim protestash, në këtë klim të re politike, ku pozicionohet kjo PD e ripërtërir sipas Berishës? Se asnjë nuk e beson që kjo parti është e ripërtërir për sa kohë boshti binomi kryesor mbetet Berisha-Noka. Një 8% më pak se partia e parë ripërtërir para protestës. Çdo me thënë, ma thuaj pak sa ishte Partia Demokratike para protestës? 26, 27, 28%. 8 pikë i bie në 20%. 18-20%, sot që flet. 18-20%. Që do të thotë? Ne do vazhdoj, dëgjoj. Nivel kombëtar thua? Nivel kombëtar. Problemi është i tillë. Domethënë, ti ke sot që flasim një lëvizje sociale shumë të madhe në Shqipëri.
ti do vazhdosh thuash që numri protestuesve bjen, unë do vazhdoj të them që nuk ka rëndësi numri protestuesve, se rëndësi ka përkrahja që shoqëria je protestës. Dhe nëse po doja nuk arrin të realizoj faktin, të ndërgjegjësohet për faktin që substrati social që mbështet ose që është aktiv politikisht, po ndryshon rrënjësisht në raport dhe me PS-n dhe me PD-n, dhe nëse nuk arrin të ndërgjegjësohet që për ta përfituar këtë votë që do dalin të rregun politik nesër pas nesër, duhet ndryshoj rrënjësisht mentalitetin e funksionimit të partisë. Nuk ka rëndësi se çfarë termi i vëti aty ke tabela, po që riportëritje, ringjallje, Lazarus. Si e kupton partia këtë? Partia se kupton, po flet sikur partia është një individ. Po jo pra, po. Si e kupton partia këtë? Jo, unë jam shumë dakord me këtë. Në bazë sa intereson partisë kjo. E kupton me rryma. S'ka rryma, pra, s'funksionon rryma, s'ka se si kuptohet. Ky është ndërgjegjësimi brenda partisë, si do të thotë, aty brenda partisë, ajo rryma që është rryma më inteligjente, që është më aktive politikisht, që ka merr drejtimin e partisë në dorë dhe është në koherencë me elektoratin. Koherencë me elektoratin. Ajo që po ndodh PD është që këto rryma nuk ekzistojnë dhe koherenca me elektoratin zero, sepse koherenca në vend që të shkoj partia ke ajo që është kërkesa e elektoratit. Kjo sqaron problemin. Partia thot, ne duam prap Saliun dhe Flamurin dhe gjithë tjerët në rresht të 2, të 3, të 4, të 5. A ju po thoni që nëse Rama do të çonte vendin në zgjedhje, PD do kishte më pak deputet sot? Po dhe Rama. Po pjesa tjetër ku do shkonin? Boshllëqet tas po krijojnë as parti. Boshllëqet mbushen gjithmonë. Unë di vazhdon e ke këtë me merakun e partisë. Nuk ka merakun se nuk ka nevojë për partisë, ta kam thënë edhe herë tjetër. Po nëse bie PS, bie PD, ku shkon pjesa tjetër e mandatit? Një listë qytetare dhe mjafton mbledhësh nga 3000 firma për çdo qark. Është thjesht. Bëhet edhe kjo. Po këta të organizohen do të bëjnë parti si do bërë me listë për listë. Kur ta vron veza, do të bëhesh më efektiv. Avokat, pyet është dardhat, si historia e dardhave. Te ky moment, pra, kjo parti që është, le të themi, ka patur deri tani dominancën në opozit, mund të mbjetoj edhe pas kësaj furtune që ka sjellë protesta? Unë mendoj që ky është një çast shumë i mirë për Partinë Demokratike për të shfrytëzuar pak atë që është transparenca dhe vërtet riportëritja e vërtet e një procesi, po dhe një partie në vetvete që kanë nevojë për këtë gjë. Duke parë, jo vetëm protestën, duke më analizë, jo vetëm protestën, për kaq ditë sa ka ndodhur, dhe për sa do ndodh, po edhe duke parë kundërshtarin politik i cili është në ditët e tij më të ulta dhe më të errëta. Nga të katra anët kemi afera, të themi, korruptive, nga të katra anët kemi hetime, kemi harbutëri dhe kemi një arrogancë të madhe të pushtetit. Ju shikoni dhe në komisionet parlamentare, po fillon dhe sheri me njëri tjetrin, duke u zënë me njëri tjetrin antarët e komisionit, sigur me qenë, domethënë, në pazaret e qyteteve ose fshatrave. Roskovec, se thoj. Dhe kjo gjë do duhet të shfrytëzohet nga Partia Demokratike në të mirën e saj. Po e bën apo jo? Kjo është pyetja. Këtë gjë nuk mund ta them unë apo e bën apo jo. Me këtë operacion riportëritje, unë nga emrat, pavarësisht se disa emra në, të themi, në paralelizëm me atë që është kundërshtari i tyre ose garusi, është një emër është më i lartë se një emër tjetër, po shoh shumë emra të rëndësishëm dhe shumë emra persona të shkolluar dhe persona që kanë një integritet, të themi, jo vetëm profesional, po edhe njohuri të mira politike, se politika nuk është një gjë që mund ta bëjë gjithkush. Politika duhet të jetë një profesion siç është në gjithë botën dhe nuk mund të jetë muhabet zeqinesh politika, siç është bërë Parlamenti shqiptar. Ose korporatash ose zeqinesh. Politika duhet të jetë 140 deputet që të jenë ajka e këtij vendi me njohurit më të mira, të themi, dhe me dashamirësinë më të mirë për të shërbyer. Atje janë për të shërbyer. Avokat, ka marrë vesh që reforma zgjedhore shtyrë, nuk ka në një risi për reformën zgjedhore. Territoriale sot propozoi, kemi variantën e PS-s për ta zvogluar numrin e bashkive, PD-ja është larguar dhe këtu kemi të paqartë që çfarë do ndodh. Unë jam antar i komisionit të posaçëm të reformës zgjedhore, duke punuar aktualisht me ligjin për financimin e partive politike, do shohim pak. Po nëse nuk kapet afati, do shkojmë në zgjedhje lokale me këtë ligj? Për momentin nuk kemi direktiva, nuk mund të shprehem mbi të. Besoj se do kapet afati, për shkak se kemi dhe, të themi, interesim të lartë të partive ndërkombëtar.
Për kë ligj? Për ligjin zgjedhor apo për financimin e partive? Po, financimi i partive që do të transfuzohet, të themi dhe ato që janë parashikimet, mbase jo të kodit, po një pjesë të mirë të një ligjit posaçëm. Pra ka interes, duket sikur faktorët kombëtarë shkëputur. Kryesisht amerikanët apo europianët? Jo, europianët janë kryesisht të interesuar. Europianët, Komisioni i Venecias është Këshilli i Europës, kështu që ne vetë po punojmë të themi për të transfuzuar ato që janë interesimi më i lartë i tyre dhe ekspertiza më e lartë e tyre, ashtu dhe shoqëria civile. Okej, Ibsen, duke marrë shifrën e këthupit, të vjen keq që PD mund të katandiset në një parti 15-20% të votave? Nga 2018 kur e ka kap ndër Basha dhe bënte kuvendet 5.000 antar, 1.900 karrike dhe nuk hapte zërin askush. Dhe bile Berisha që me atë marrëveshjen e 17 majit në vazhdim me mbështeste, kishte status të gjata në mbështetje të një leadershipi të arshëm perëndimor. Pastaj doli që ishte budalla mas 8 vjeç Berisha, isha budalla ma hodhi Lulzim Basha. Unë kam thënë që kurba e Partisë Demokratike është një kurb që do shkojë në është fenomen. Që do shkojë në deri ku mund të shkojë PD-ja? Derisa do kthehet në parti familje. Ta kam thënë, këtë ma ka përmend për herë të parë termin parti familje e kam gjuhë në zyrë të Kolodashit ditën që po kandidonte. Dhe më vonë kam arrit ta kuptoj se këto e organizojnë për ta pas parti familje, që në momentin që kjo është një çmenduri, që këtyre u shkon në mend, si Lulit, që e bënte me Kunatin e me këto njerëzit e vet. Edhe Sali Berisha, që do ta kthejë në një parti që e kontrollon vetë dhe familja e vet, kjo nuk është më thjesht një veprim jo demokratik. Është një dëm i madh që i bëhet kombit shqiptar. Sepse është precedent shumë i rrezikshëm ky. Dhe po e çon drejt asaj, po e çon dhe kjo që thot Kthupi, është sigurt që është në kurb. Dhe Sali Berisha do jetë i kënaqur ndoshta nesër kur familja e vet të menaxhojë rreth 20% deputetëve, 25%, sepse për inerci nuk do largohen njerëzit nga Partia Demokratike, por kjo parti është në rënë. Parti alternative pushtet. Po, dhe nuk po jep asnjë llogari, se ky kuvend dhe kuvendet ky i Këshillit Kombëtar dhe kuvendet më para duhet ishin marrë, ore ç'a ndodhi me këtë parti më? Është në vakum idesh, në vakum nuk ka pikpamje të qarta se ç'a do, nuk ka një strategji. Ore pse humbëm? Ku ishin problemet tona? Domethënë, ti nuk ke një proces analize në humbje thellë. Dhe kur ti nuk je i aftë të bësh procesin e analizës, dhe të nxjerrësh të analizët plot, analizë me thelb, patjetër që nuk mund të kesh asnjë lloj shans për ringritje. Alban? Patjetër që si e shef se ti edhe protestues me sa di unë. Her pas here shkon atje në protest. Shkojmë protest. Si e shef aty? Berisha bëri një gjë sot, tha, mos u trëmni, tha, edhe kur thon poshtë PD-ja, poshtë Berisha, vazhdoni protestoni sepse armiku është e shpreja, armiku i armikut tim është miku im. Kështu që e përmendi këtë. E ka përmendur sepse zoti Berisha mendon që historia do të përsëritet. Pra kujtojmë vitet 2003, 2004, 2005, kur atëherë zhvilloheshin protesta nga mjaft dhe nga Erion Velia, i cili ka qenë drejtuesi i mjaftit, dhe këto protesta mbusheshin me antar me simpatizant të Partisë Demokratike, pra në prapasken kishte një lloj mbështetje që zoti Rama dhe zoti Berisha i jepte atyre protestave. Pra kujtojmë në Anoik, protestat cilat për herë të parë ishin risi në vendin tonë. Në atë kohë, është vërtet, po, e shoqërisë civile. Dhe unë mendoj që edhe kjo protestë ka qenë me shumë simpatizant të Partisë Demokratike, jo në ditët e para, por pasi zoti Berisha ndryshoi mendje, pra së pari ai nuk ishte me protestën, pra nuk ishte dakord, dhe pastaj filloi që të bënte një strategji, dhe mendoj që kjo strategji ndoshta ka qenë në bashkëpunim me zotin Ramën, që ta shkatroi protestën duke futur njerëzit e vet, pra i shikojmë që janë të pranishëm, kështu që ai nuk është me protestën në thelb, në brendësit vetë. Në brendësit vetë, por këtë bën... Ama Koreshin e ka dërguar në protest, kandidati për sekretari i përgjithshëm për shtetje fikse. Aty ka qenë Koreshi dhe shumë deputet tjerë. Ku ka qenë Koreshi, se kam parë? Jo, ka qenë. Përditshmëri. Në përditshmëri aty? Si agron shehaj dhe Koreshi është çdo ditë në protest. Edhe Etioni, edhe këta? Edhe Klevisi. Edhe Klevis Balliu? Jo, gonua me gazon jo, se ato e kishin postet e sigurta, kështu që. Okej, publicitet dhe rikthehemi
për të folur ndoshta për një gjë më serioze, se sa ajo që diskutuam tani, jo se Partia Demokratike nuk është serioze, por gara që bën Partia Demokratike është një garë e Sali Berishës dhe kjo nuk ka ndonjë. Gjëja serioze që do flasim është përplasja e SPAK-ut me politikën, ku mesazhi ka qenë i qartë, asnjë nuk është imun. Publicitet dhe rikthehemi.